Përshëndetje gjithëve, kënaqësi t'ju takoj sërish përmes kësaj lidhje Skype. Unë jam Linda dhe ju po ndiqni programin tim më të ri në YouTube channel Zëri i Diasporës. Sot kam kënaqësi të realizoj një bisedë profesionale me një analiste shumë të njohur në Shqipëri. Do bisedojmë gjatë për disa tematika të ndryshme, por pa harruar edhe votën e diasporës dhe çështjet politike që lidhin diasporën dhe Shqipërinë në këtë kohë fushatës zgjedhore. Nora Malaj, përshëndetje, mirë se erdha në podcastin tim. Të falenderoj shumë Linda, më kishe marrë malli për ty, kisha kopa të parë dhe nuk e dija që adresa jote tashmë është në Londër, kështu që të uroj shumë suksese në gjithë studimet e tua dhe në këtë iniciativë të re. Është shumë e rëndësishme që ta prekim pak të tematiken e gruas shqiptare dhe jo vetëm të gruas shqiptare në Shqipëri, por edhe të gruas shqiptare në emigrim, Nora. Si e shikon ti femrën shqiptare në gjitha dimensionet e saj, në tentativat e saj për të bërë progres profesional dhe personal? Gjithmonë të flasësh për figurën e gruas nuk është e thjeshtë, aq më tepër të flasësh për grua në Shqipëri, duke patur parasysh që kemi kaluar, jemi ende në atë që quhet tranzicioni i të zgjatur dhe në një mënyrë apo në një tjetër duhet të jesh shumë i kujdesshëm në vlerësimet që bën. Nëse do të nisesha në bazë të shifrave, duke ditur që në 2002 unë kam drejtuar Komitetin e Shanseve të Barabarta, institucioni që merret me politika gjinore atëherë dhe që bëri pikërisht hapin e parë të radhës që ndërtoi ligjen integral për shoqërinë, ku burrat dhe gratë të kishin vlerën e tyre dhe kur gruaja të filloi të ndjehej e vlerësuar jo vetëm në marrjen e posteve apo në detyrat e saj, por edhe në ndarjen e pronave, në detyrimet që kishte, në të drejtën e punës, në mirëpagimin e saj, në vlerën e promovimit të saj, në vlerën e detyrimeve për të bërë disa politika sociale në drejtim të grave të cilat kishin status tjetër, pra gratë që ishin të divorcuara apo zonja të cilat në jetën e tyre kishin përjetuar dhe fenomenen e dhunës. Mund të them që kemi bërë progres dhe progresi niset nga disa fakte. Sot në sistemin e arsimit, kur më pas unë u bëra zëvendësministre e arsimit, kuptova që politika drejt emancipimit të shoqërisë fillojnë pikërisht ke edukimi i vajzave dhe grave dhe unë ndjehem shumë e lumtur që sot ka një radhë vajzash dhe grash të cilat në aspektin e edukimit janë pothuajse në vendin e parë, pra kemi numrin më të madh të vajzave në sistemin e edukimit në raport me djem në nivelet e larta, pra që do të thotë kemi dikur ishin djemt ata që ishin më përpara se sa vajzat, sot jemi paralelisht dhe diçka më shumë janë vajzat, pra mbi 52% në nivelet akademike, në nivelet e studimeve bachelor, master, në mënyrën se si ato në ciklin e edukimit të tyre marrin formimin e dedikuar, i cili në një formë apo në një tjetër bëhet një armë shumë e fortë më pas për të kaluar ke sistemi punësimit dhe po të shohim në Parlamentin shqiptar kemi arritur një numër jashtëzakonisht shumë të mirë të përfaqësimit të grave dhe vajzave dhe në këto zgjedhje është vendosur detyruese që prezenca e grave dhe vajzave të jetë 50, pra ka qenë 30 me 70, tani një pjesë e partive po e çojmë 50 me 50 dhe kjo është një gjë shumë e mirë, jo duke u nisur nga kvota, po duke bërë dhe për llogaritjen e listave dhe po ti shohësh në listat e mbyllura dhe në listat e hapura partitë e mëdhaja apo dhe partitë e vogla janë munduar që të promovojnë shumë vajzat dhe gratë dhe kemi rishtare të reja të cilat shfaqen sot. Nga ana tjetër kemi krijimin e konceptit dikur ishte vetëm businessman, sot është edhe businesswoman, që do të thotë gratë kanë marrë pjesë dhe kanë hyrë fuqishëm edhe në tregun e ekonomik të ndërtimit të tyre dhe sot nuk kemi vetëm dhomën e tregtisë, po kemi edhe dhomën e grave të tregtisë, pra kemi mbështetjen e grave në mënyrë të paraqitjes apo promovimit të tyre. Në nivelin qeveritar kemi një prezencë të kënaqshme të zonjave që janë ministre apo zëvendësministre, në nivelin akademik kemi përfaqësim të kënaqshëm, jo më larg se sa ti po bëjmë një studim për të parë deri ku shkojnë politikat gjinore në drejtim të cilësisë së edukimit në sistemin e arsimit universitar dhe në drejtim të arsimit parauniversitar, gjithmonë gratë kanë qenë më përpara se mësueset kanë qenë më shumë. Tani po shohim një trend shumë të bukur që po fillojnë që këtë profesion ta zgjedhin dhe djemt. Dhe mendoj që shoqëria tashmë duhet eci paralelisht
bashk me djemt dhe me vajzat. Di se si e kemi situatën politike në Shqipëri, cili është komenti jotë dhe sidomos në këtë fushat zgjedhjesh. Po afron zgjedhjet e 11 majit dhe nuk e dim se si do jetë zgjedhja e shqiptarëve kësaj here. Mendoj që këto zgjedhje janë zgjedhjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këto 34 vite, për arsye se jemi në fazën ose do t'i themi fund tranzicionit, ose pasaj do të kemi problematika që do të na krijojnë probleme shumë të mëdha në vimësi. Jemi një vend i cili ka resurse të jashtëzakonshme, pra mund të themi pa frikë që jemi një vend i pasur për sa i përket resurseve. Pra Perëndia ka qenë shumë dorëlëshuar me ne. Na ka krijuar mundësinë e maleve, të deteve, të kodrave, të lumejve, të liqeneve, kemi gjithçka. Kemi një tokë pjellore, kemi një mundësi për të rritur agrume, për të rritur blegtori, për të zhvilluar bujqësinë, që janë faktor shumë të rëndësishëm dhe mendoj që sot bota po i drejton syt drejt ushqimit, se do vi një moment që krizat e mëdha të thatësirave dhe problematikave do ta çojnë problemin e ushqimit në një problem shumë të rëndësishëm. Dhe në qasjen time, sot bota po merr masa që të krijoj mundësinë e një mirë menaxhimi në drejtim të ushqyerit mirë, që të jetë një ushqim i shëndetshëm edhe në kuadër të jetë gjatësisë. Nga ana tjetër, kemi fatin e madh se kemi minerare nga të gjitha llojet e formave, pra prodhojmë edhe naftën, nxjerrim dhe minerale, kemi dhe pasuri të jashtëzakonshme kombëtare, pasuri që për një popull me kaq kilometra katror dhe me kaq popullsi quhet pasuri. Pra ne në një mënyrë apo në një tjetër, sipas statistikave të organizmave ndërkombëtar që janë marrë me studimet e zhvillimit të vendit dhe sipas monitorit na del që nëse do lindte një fëmijë, do lindte me 10.500 euro pozitivitet, pra bonus. Mirë, po problemi është se si i menaxhojmë të politika. Tranzicioni i të zgjatur na ka bërë që ne ta hamë dhjamin ton, dhe tani jemi në atë që quhet udhkryq. Ku do shkojmë, çfarë do bëjmë dhe a do jemi pranë shtetit të së drejtës, i cili ndërton sisteme të dedikuara, a do jemi pranë një shteti i cili në të gjithë perspektivën e tij do kthehet në një kryeqendër të raporteve ndërpensionale dhe të zhvillimit të GDP-së së vendit, apo do vazhdojmë që të marrim borxh dhe të shlyejmë borxhet duke marrë borxhin tjetër dhe duke shlyer borxhin tjetër, apo do fillojmë të ndërtojmë Shqipërinë që quhet Made in Albania, pra produktin ton. Jemi në një fazë ku kanë dalë disa parti të reja, të cilët kanë figura të reja dhe mua më pëlqejnë ato, më pëlqejnë në qasjen se si po i afrohen, pasi përfaqësues nga diaspora, kemi pasur përfaqësues nga diaspora në këtë zgjedhje. Ka qenë mjaftueshme, mendon? Mendoj që shiko çfarë ka ndodhur. Të gjitha partitë, se po ta shikojmë, Shqipëria ka një problem të madh. Me hiken masive në Shqipëri nuk është ai numër real që tregohet. Pra kemi ngelur shumë pak. Kemi ngelur gati 1 milion e ca 600.000 edhe sipas në diasporë se sa në Shqipëri. Bravo, sipas censusit të fundit. Dhe tashmë të gjithë politikanët janë turur drejt diasporës. Unë mendoj që shumë mirë që janë nisur drejt diasporës, duhet ta kishim bërë me kokë këtë gjë, se duhet ta kemi detyrë kushtetuese, duke patur parasysh që njerëzit që jetojnë në diasporë kanë dhënë kontribute të jashtëzakonshme në drejtim të remitancave të vendit. Dhe në një formë apo në një tjetër, ata që kanë dhënë të ardhurat duke mbajtur familje, duke krijuar biznese, duke krijuar modele, duke krijuar mundësi, në një farë mënyrë kanë të drejtë të thonë edhe fjalën e tyre në atë që quhet vendimarrje politike. Pra, a do ndërtojmë politika, dhe politika fillon që në momentin e parë kush është e majta dhe kush është e djathta dhe cilat janë programet e të majtës e të djathtës. Fatkeqësisht apo fatmirësisht, nuk di si ta them, të dyja programet i kemi të ndërthurura me njëra tjetrën. Po të shikojmë, e majta po mundohet të bëjë dhe të nxisi atë që quhet kapitalin ekstrem, por na janë prishur shtresëzimet sociale, e djathta po bën politika sociale sepse thotë që ende jemi shteti që nuk kemi të përcaktuar minimumin jetik të jetesës. Dhe sipas tyre del që minimumi jetik i jetesës është 250 euro. Për mua është më shumë, duke patur inflacionin që ka ndodhur tani me çmimet edhe me rritjet e pagave në një farë mënyre që kanë krijuar përsëri
atë progresionin që me rritjen e pagave rritet dhe çmimi dhe ngelet indeksi po aty dhe situata është po e njëjtë se siç është paraqitur. Gjithsesi, mendoj që fryma në diasporë, po ti shikosh është shumë ikpritse për të dy partitë, edhe për njërin, edhe për tjetrën. Pra, është Prica, a janë vërtet shqiptarët racional që bëjnë këtë lloj vlerësimi për partitë politike, po i mbrojnë interesat e tyre në këtë rast diaspora shqiptare, sepse nuk më zhdukur shumë kërkuese ndaj partive politike. Kam këtë vrejtje ndaj diasporës shqiptare realisht. Mendoj që me diasporën shqiptare po luhet me inteligjencën emocionale. Çdo të thotë kjo, në aspektin psikosocial, ti ndjehesh shumë mirë kur dikush të vjen dhe të gjen në shtëpinë tënde dhe të bën të ndjehesh më në fund që për te faktit që ti je qytetar anglez, qytetar francez, qytetar italian, qytetar gjerman, qytetar grek, ti vendi më në fund i ktheu syt ke ty dhe ti e di shumë mirë se sa e dashur është shtëpia e nënës dhe e babait. Pra, këtu luhet me këtë rafsh, që quhet rafshti i emocioneve të munguara të gjithë diasporës. Diaspora shqiptare e ka patur peng faktin që shteti i tij nuk i ka patur vëmendjen asnjëherë ose shumë pak në bashkëbisedim. Më në fund, grupet e interesit që nesër do përbëjnë shtetin, apo qasja e frymës është drejtuar drejt këtij emocioni. Dhe çfarë ka ndodhur, Linda? Të gjithë ata që kanë ikur para 90-s dhe jetojnë atje ose janë integruar në atë shtëpi, pra në shtëpinë ku ka përzgjedhur të dytë për të jetuar dhe për të bërë fëmijë, ku fëmijët e tyre nuk e kanë njohur Shqipërinë dhe tani vinë e njohin dhe flasin një shqipe që nuk kanë arritur dot ta ketë të pastër, por duhen përgëzuar për atë çfarë ata flasin, edhe kur e flasin me theks të huaj dhe nuk duhen anatemuar, ose janë njerëz që kanë ardhur një pjesë e tyre, kanë bërë aktivitete të ndryshme, por ishtazi kanë ikur sepse vendi i tyre nuk ka qenë shumë dashamirës për t'i pritur ata. Pra, deri tani jemi në nivelin emocional dhe unë mendoj që kur një individ, nuk ka rëndësi nga cila parti është, ka rëndësi që vjen nga Shqipëria dhe në atë moment ti shkon atje për të dëgjuar, ti edhe nëse s'ke të njëjtin mendim me atë, shkon dhe kjo quhet qytetari dhe kultura europiane, që ti duhet të dëgjosh të gjitha palët dhe në fund të ditës të përzgjedhësh atë që ti mendon dhe që ke besim që do të realizoj pritshmëritë duke u nisur nga vendi i demokracisë ku je. Ndonë se diaspora nga dje i ka marrë fletët e votimit dhe po vazhdon t'i marri dhe do të bëj një proces i cili për herë të parë bëhet në Shqipëri. Dhe mendoj që është shumë e rëndësishme se nëse ky proces do dështoj, që në gjenes do jetë një fatkeqësi shumë e madhe për të gjithë ne dhe për pritshmëritë që kemi. Pra, deri tani po luhet me emocionin, jo me platformën. Në ç'kuptim thua nëse dështon, çfarë mund të dështoj konkretisht? I gjithë infrastruktura, pra kemi dy momente ose 3 momente në votim. Kemi momentin kur ty të fton të bëhesh pjesë e votimit, kemi momentin kur ti ushtron të drejtën tënde, kemi momentin kur ty të vjen dokumenti që është një dokument që duhet ketë siguri të lartë, kemi momentin kur ti bën votimin dhe e sjell votimin atë, dhe kemi momentin kur lexohet vota që është momenti më i rëndësishëm. Pra në të gjithë këto shkallë duhet të jetë në perfeksion e ndërtuar mekanizmi, se nëse një nga hallkat e këtij mekanizmi që dojnë, atëre e gjithë vota ose gjithë sistemi prishet. A mendon është funksional kjo lloj mekanizmi i votës së diasporës? Le ta provojmë është për herë të parë, unë nuk do doja të bëhesh skeptike. Po, unë nuk do doja të bëhesh skeptike, unë do doja që KQZ-ja të kishte gjithë vullnetin e saj për ta realizuar të plot, po hera herës më bën që të jem pak e kujdesshme, pa dashur të shprehem shumë optimiste, po as pesimiste, për faktin se u nis që të bëhej votimi elektronik në gjithë Shqipërinë dhe mundësia është e jashtëzakonshme. Përsëri jemi në fazën që vetëm 2 apo 3 njësi në Tiranë do votojnë, vetëm ata që kanë votuar që në herë të parë, sepse është pamundur për të realizuar. Pra, e gjithë infrastruktura kam përshtypje që do ketë problematika, po megjithatë le të shohim, gjithmonë bëhet fjalë në ruajtjen
e të drejtës dhe mos deformimi votës së individit që hedh nga diaspora. Se ju e dini shumë mirë, një nga problemet më të mëdha në Shqipëri nuk është vetëm çasti i fushatës elektorale, i frymës së saj, i gjuhës që përdoret, i mekanizmave që përdoren, po është shumë i rëndësishëm i gjithë procesi deri në fund kur bëhet votimi dhe procesi më kulmor pasaj është leximi i votës, që gjithmonë është deformuar, paktën këtë e kam nga eksperjenca personale dhe këtë e them me kompetencë, nuk e them thjesht se duhet thënë, por se është dhimbja më e madhe që pastaj njerëzit i bëjnë indiferent. Mbaj mend kur kam qenë vetë dhe kam kandiduar, shumë miq dhe mikesha kanë shkuar për hatrin tim, nuk kanë dashur fare të qëndrojnë këtu dhe janë ndjerë shumë të trishtuar kur nuk kanë lexuar votën e tyre në fund në njësinë ku ato janë, kur normalisht ata më kanë votuar dhe më kanë përzgjedhur. Dhe kjo i ka bërë që ata të vendosin të mos shkojnë më në votime. Por indiferenca dhe abandonimi i votimit është një nga problematikat më të mëdha dhe nëse duhet ndonjëherë që të bëhemi bashkë dhe të realizojmë pritshmëritë, është pikërisht momenti tani. Është momenti që duhet i japim zgjidhje situatës ku jemi. E qartë. Nora, unë doja të ndërprisja pak më parë, por e pash që ishe shumë e frymëzuar për të biseduar në lidhje me këtë temë, sidomos për diasporën dhe votën e saj që është kryefjale e situatës politike. Doja të pyesja pak që është shumë e rëndësishme për të ditur pse u larguan shqiptarët nga Shqipëria. Ishte keq qeverisja, ishin arsyet ekonomike, varfëria apo dëshira për të larguar dhe për të provuar eksperienca të reja. Çfarë ndodhi realisht? Cila është arsyeja më e madhe? Mendoj që është një nga çështjet më të rëndësishme që kërkon një sqarim shumë të gjatë dhe do një analizë sasasiore aq edhe cilësore. Gjithmonë dihet që njeriu ka dëshirë për të lëvizur dhe kuptohet, ne kemi ardhur si histori kulture nga një vend i izoluar ku 50 vite më përpara, pra para 90-s, ishim të gjithë të izoluar dhe ishim pak a shumë si puna atyre kuajve që na kishin vënë në sy, na kishin vënë jelet dhe ne nuk shikonim majt as djathtë as para, po të rjetën tonë e realizonin brenda vendit tonë, duke jetuar në atë komunitetin tonë dhe sipër kishim një Big Brother që ishte gjithë politika që organizohej, por që na ishte mbushur mendja që ç'thot partia bën popull dhe çdo populli thot partia. Pra, kjo ishte, si thua, fryma e edukimit dhe formatit dhe natyrisht njerëzit ishin të heshtur dhe kjo krijon një pasiguri shumë të madhe që i ka bërë sot shqiptarët me dy personalitete, ndryshe thojnë dhe ndryshe bëjnë. Prandaj dhe vota e shqiptarëve shumë e vështirë për t'u lexuar. Nëse në perëndim lexohet vota se ai e ka mendimin dhe nuk ka frikë të thotë, ne ende trashëgojmë këtë histori dhe mbas 90-s të gjithë dëshiruan të shkonin, të iknin. Në Shqipëri ndodhi ajo gjendja që është një nga librat më të bukur që ka shkruar një nga shkrimtarët më të mëdhenj, që quhet Amoku. Amoku është një sëmundje që kap njeriu i cili duhet, në mos gaboj, ka shkruar Uzvajku, një nga këta autorët klasik, i kapte njerëzit për të vrapuar, për të hikur dhe nuk ndalonin dot, i pickonte diçka e cila ishte si puna e një infeksioni dhe në gjithë sistemin e tij derisa njeriu nuk rezistonte dot më dhe vdiste nga lodhja, nga vrapi, pra ishte një maratonomak që nuk ndalonte së fushuari. Pikërisht shqiptarët donin patjetër të iknin nga Shqipëria. A janë shqiptarët që si të diasporës dhe të Shqipërisë që po votojnë, po bëjnë zgjedhje racionale apo janë akoma në atë stadin e militantizmit? Unë do ta shikoja popullatën shqiptare në tre rrafshe, në rrafshin e militantit, në rrafshin e njeriut i cili është indiferent dhe nuk do të bëhet pjesë, dhe në rrafshin e qytetarëve të diasporës që janë ose të vendosur dhe janë antar të partive, ose njerëz që vinë me një frymë demokratike dhe duan që përpara se të votojnë të shikojnë cili është programi dhe si mund të realizohen pritshmëritë. Pra, deri tani po lexojmë votën emocionale. Pra, po luhet me inteligjencën emocionale, deri më tash. Deri më tash jemi ke kënga, ke vallja, jemi ke gjua e metaforike dhe simbolike kafshëve për të anatemuar dhe për të sharë njëri tjetrin, jemi ke gjua e ofendimit dhe ke gjua kush bën çfarë dhe ti pse më thua mua, dhe ende
politika nuk ka kuptuar që ti nuk duhet të merresh me kundërshtarin, sepse ti ke oponencë politike, ti duhet merresh me veten. Ti duhet të tregosh veten kush je ti, ku është forca jote, cilat janë sfidat e tua, cilat mendon se ti në vitin e parë të marrësh mandati do bësh këtë, në vitin e dytë do bësh këtë, në vitin e tretë do bësh këtë, në vitin e katërt do bësh këtë dhe në vitin e 12 që do njëri apo tjetri, unë do të realizoj 1, 2, 3 që quhen strategji afatgjatë. Pra, ti duhet të thuash çfarë do bësh tani dhe si do shkosh në strategjinë afatgjatë. Ti nuk duhet të thuash gjëra të pabëshme, po asi ke bërë një analizë të situatës ku je, po ti duhet të thuash 2 gjëra të premtuara që njerëzit të besojnë ke ajo që ti do të realizosh. Nga ana tjetër, mënyra se si lexojnë, pra në këtë moment kemi vetëm vot militantësh në këtë moment. Më vonë besoj që duhet parë se si do vazhdoj fushata, do të kemi njerëz të cilët do të jenë shumë të qartë në mënyrën se si do votojnë dhe unë besoj që vota e diasporës do shpresoj shumë të lexohet që në fillim. Pra, të mos ndodhi siç ndodh me votën e shqiptarit, që ndryshe thot dhe ndryshe bën. Se do ishte fatkeqësi shumë e madhe, po megjithëse ata janë shqiptar, ata vinë dhe sjellin një edukim perëndimor. Cila do ishte ura lidhse mes Shqipërisë, politikës shqiptare dhe diasporës? Një urë lidhse funksionale, le të themi, që t'i mbajë të dy të lidhur fuqimisht dhe ndoshta edhe shqiptarët e diasporës kanë shumë për të kontribuar, si nga ana e inteligjencës, ashtu dhe nga ana emocionale, ekonomike. Mendoj që duhet të jetë një komunikim me shumë maturi. Deri më tash, partitë politike çfarë po bëjnë? Mendojnë që votat tu i kanë të sigurta se njerëzit i kanë të ndarë dhe janë turur ke diaspora. Deri dje ishte diaspora, po dhe si ishte diaspora. Ndërkohë që më kujtohet që kur kam qenë në pozicionin e zëvendësministres, kam punuar shumë fort që gjuha shqipe në të gjithë botën të zhvillohet në ato vende ku ka shqiptar. Dhe për këtë ndjehem shumë krenare që kam shkuar në Amerikë, kam shkuar në Itali, kam shkuar në Greqi, kam shkuar në shumë vende të botës dhe jam munduar që të fus modelet e trajnimit të mësuesve, të çoj librat atje, të rregulloj marrëdhëniet në drejtim të programeve, të njihet gjuha shqipe, për shembull, një nga gjërat që ja quaj vetes edhe vlerë, kam që bashkë me zonjën Shamku atëherë, ndërtuam që në një nga universitetet italiane sot jepet gjuha shqipe dhe e jep zonja Shamku që dikur ishte deputete, dhe Ministria e Arsimit e superoi atëherë dhe investoi për të zhvilluar gjuhën dhe kulturën tënde. Pra, duhet kuptojmë që ashtu siç duhet ju japim shqiptarëve, këtu bëhen shumë emisione për shqiptarët nga diaspora, por mua më duket sikur është ende elementi fasad. Nuk duhet jemi fasad, duhet jetë ADN e brendshme, pra duhet ruajtur masa. Shqiptarët që jetojnë në Shqipëri dhe shqiptarët që jetojnë në diasporë duhet jenë një. Dhe duhet jenë si puna enëve karteziane, që japin dhe marrin me njëri tjetrin, që japin më të mirën dhe që promovojnë vlerën e shqiptarëve që kudo që janë për të bërë pjesë e zhvillimit edhe në vendet ku janë, për të krijuar atë që në fund të ditës nëse do shkojmë në familjen europiane, ne do shkojmë me disa vlera, me vlerën kombëtare, me vlerën folklorike dhe traditat tona, me gjuhën tonë, pra më në fund do flitet shqip, këtë gjuhë që në fakt në rrënjët e saj ka bazën e gjithë gjuhëve të tjera, sepse është gjuhë indo-europiane, dhe me vlerën e një populli i cili ka një pozicion strategjik për zhvillimin e Ballkanit dhe për zhvillimin e Europës edhe botës më tej. Pra, në detyrat strategjike dhe në pasurinë kombëtare që kemi, jemi si anusja me një pajë shumë të madhe, që shkojmë për të treguar dhe për të shfaqur gjithë aftësinë tonë. Prandaj diaspora ka vlerë, se sot komunitetet në diasporë vijnë në vendet më të mira të gjitha tyre emigracioneve, ku vendet shqiptare, pra emigrantët shqiptarë sot në Itali, në Greqi, në Francë, në Gjermani, janë kthyer në kryefjalë të zhvillimit ekonomik, të zhvillimit profesional, të aftësirëve të tyre që kanë, që do të thotë ne nuk flasim thjesht për patriotizëm, po ne themi, ja sheshi, ja Mejdani, ja dhe Çelo Kapedani, do me thënë, neve kemi arritur të integrohemi, kemi arritur të nxjerrim profilet të forta në zhvillimin e njerëzimit, dhe prandaj është momenti ynë që ne të bëhemi të gjithë bashk
për ta dedikuar votën në zgjidhjen e njerëzve që e duan vendin, që mendojnë me zemër të ngrohtë dhe me mendje të ftohtë për të realizuar pritshmëritë e vendit. Dhe kam ndër dy pyetje të fundit. E para, a kanë vullnet shqiptarët dhe a duhet të kthehen në Shqipëri për të investuar në vendin e tyre në këtë situatë që flasim? Mendoj që shqiptarët e duan Shqipërinë, edhe ata që janë brenda dhe ata që janë jashtë. Puna është që shqiptarët janë si puna e fëmijës kur lind. Asnjë fëmijë nuk lind me probleme. Janë të rriturit që i menaxhojnë dhe i bëjnë o me probleme o pa probleme. Prandaj del detyra e qeverisë. Qeveria duhet i shohë të gjithë pjesëtarët, pra të gjithë qytetarët si fëmijët e tij, në mënyrë që nëse qeveria do realizojë pritshmëritë për të gjithë do jenë të realizuar në formimin e tyre dhe në nevojën që ata kanë. Sigurisht për çdo shqiptar që jeton në diasporë, dera e Shqipërisë është e hapur, sepse është dera e shtëpisë ku vjen, e familjes ku jeton dhe e dashurisë që ka, dhe mendoj që pikërisht kështu duhet bërë politika. Pra duhet të shtohet si huaj emigranti shqiptar dhe në vendin e vet. Jo, nuk trajtohet si huaj emigranti shqiptar, po emigranti shqiptar për fatin e tij të keq i ka ngelur ora në momentin kur ka ikur nga Shqipëria dhe i duhet pak kohë që të integrohet në Shqipëri, se dhe Shqipëria me gjithë problemet që flasim, se ne e dim shumë mirë që kur bëjmë një analizë për herë të parë ose kur takohesh me dikë, nuk të bjen e mira në sy, të bjen problemi në sy. Dhe duke qenë se ne shpeshherë flasim për problemin, se na dhën problemi, se nuk duam të bëjmë tani anatemim të keqes, duke thënë që e keqja është kudo. Jo, është edhe mira dhe e keqja, po gjithmonë e keqja merr vëmendjen e saj, si puna e gënjeshtrës me të vërtetën. Derisa të dalë e vërteta, gënjeshtra e ka bërë vrapin e saj në gjithë botën, pastaj kur del e vërteta, atëherë njerëzit befasohen se këtë element ka negativizmi. Për këtë arsye shqiptarët për procesin që ju ka ndodhur, dhe unë e kuptoj në aspektin psikoemocional, ata duhet kur shkuan në një vend të integroheshin ka i vend, nëse do ta mbanin mendjen këtu, dhe do ishin atje, nuk do ishin as këtu, as atje. Dhe ora e tyre ngeli aty ku ikën. Tani ka momenti që ata të rivin me dëshirën, jo vetëm thjesht për të integruar, për të investuar, po në radhë parë për të integruar dhe për të bërë ambasadorët më të mirë të vendit ku kanë lindur. E dyta për t'ia u lënë trashëgimi fëmijëve, dhe e treta për të dhënë dhe fjalën e tyre, dhe unë do isha shumë e lumtur që një pjesë e tyre të zgjidheshin në Parlamentin shqiptar, se jam e bindur që nëse do bëhej një numër i konsiderueshëm, do ishin një faktor në ndërtimin e shtetit të së drejtës, një shtet i cili ende këtu ke ne është i brisht. Pra mendoj që është çështje procesi kohor, social, ekonomik, empatik, qytetar edhe vizionar. A thua do t'i mbajnë premtimet politikanët shqiptar ndaj diasporës? Kanë qenë të shumta premtimet dhe vërtet disa prej tyre kanë qenë shumë ambicioze, le të themi, po a do i mbajnë pasi pas zgjedhjeve të 11 maj? Çfarë do ndodh me diasporën? Këtu jam pak skeptike, po nuk dua ta bëj si Kassandra, por kam frikë se do jemi në kuadrin nga e thëna në të bërë, thot populli është një detitor. Dëshira mund të jetë shumë e madhe, po më pas ne mbasi mbarojmë punë, të themi hello, dhe kjo do ishte dhimbje shumë e madhe, po unë shpresoj që me lëvizje të ndryshme diaspora do të jetë prezent. Për shembull, do të jap një fakt. Ne në datën 24-25 kemi një summit shumë të madh që bëhet në kuadër të Global Women Diaspora, dhe në këtë 10 vjetorin e këtij summiti, Mirela Sula që ka qenë ajo që e nisi këtë iniciativë dhe që sot, për shembull, në një nga rrjetet më të forta sociale në LinkedIn, është zgjedhur si e para në të gjithë impaktin që ka, do të thotë që shqiptarët kudo që shkojnë bëjnë dallojnë dhe bëjnë kazus, do vi që këtë summit ta realizoj në vendin e saj, pra në vendin ku është lindur, ku është formuar, ku është rritur, dhe ku pa një model dhe tregoj në 30 vende të botës ka krijuar këtë klub i cili nuk është unis me gra, po është
edhe i burrave dhe i grave, dhe i të rinjve dhe i të rejave. Dhe pikërisht e realizon në këtë periudhë të fushatës për të treguar që po, diaspora është këtu, është e gatshme të krijojë një model ndryshe, që ta shohin burrat dhe gratë njëri tjetrin edhe si mbështetës, jo vetëm si garues, edhe si konkurrent, po duke kuptuar një komunikim ndryshe nga komunikimet e tjera, duke kuptuar që bizneset fuqizohen kur ndajnë mendimin me njëri tjetrin, kur ndajnë influencën me njëri tjetrin dhe kur krijojnë lobime të fuqishme për të krijuar edhe produkte pastaj që do të jenë Made in Albania. Po shikoj një rritje të madhe të partive që kanë dalë rishtare dhe dëshiroj që ato të jenë pjesë e të gjithë forumit dhe formatit parlamentar. Sigurisht vota e diasporës është një vot shumë e rëndësishme dhe që besoj do të lexohet mirë dhe shpresoj që javën tjetër të lexohet dhe më mirë, por ajo që unë kërkoj nga diaspora me shumë dashuri është që kserat të mos e nënvlerësojnë fatin që ju ka ardhur në derë. Është një mënyrë për të vlerësuar veten e tyre, për t'u dhënë një të drejtë të kahershme të mohuar që ata duhet ta ushtrojnë, dhe për t'i dhënë ndihmë të gjithë shqiptarëve të ndershëm dhe të mirë që shteti demokratik drejtohet atëre kur votohet mirë, kur votohet me empati, kur votohet me dashuri, por në fund të ditës votohet edhe me një lloj qasje të drejtë për të parë çfarë do bësh ti për mua. Sot jemi në momentin çfarë unë duhet bëj për Shqipërinë. Pra sot është vota ime për të thënë që unë çdo gjë që bën Shqipëria, unë duhet ta bëj këtë gjë për Shqipërinë. Pastaj nesër ata të zgjedhurit duhet të na thonë që çfarë bëjnë ata për ne. Edhe unë kam besim që shqiptarët e diasporës do bëjnë zgjedhjen më të mirë të mundshme dhe zgjedhje racionale, jo vetëm emocionale. E mbyllim me këtë mesazh, faleminderit. Po, të falenderoj shumë dhe të përqafoj fort. Dhe dua të ftoj gjithë shqiptarët e diasporës që të lënë komentin e tyre për gjithë të bisedë që realizuam me Noren, për të kuptuar dhe mendimin tuaj, vullnetin tuaj dhe gjithë bashku të sjellim ndryshimin për mirë. Dhe mos harroni të bëni subscribe në kanalin tim në YouTube channel.